Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, që është prodhimi i Telegrafit dhe transmetohet çdo të shtunë në RTV Dukagjini. Përshëndetje. Romak pa fillu bashkëbisedimin me të ftuarin e radhës, shfrytëzojmë rastin të falenderojmë sponsorët tanë siç janë Patos Dentfix, Lashko Pro Transport, Mucha Solar dhe brendi i njohur i automjeteve nga Korea, KGM Sanyon Kosova, ndërsa me neve i ftuar është reprezentuesi kombëtarës së Shqipërisë, futbollisti Samsun Sporit, Arnor Muja. Arnor, mirë se vjen në Arena Yje. Mirë se gjeta. Faleminderit. Atëherë mos të hub me bim startojmë drejt me fol për ato që duhen ama shumë të futbollin. Arnor, sot jeni lojtar me i kombëtarës, domethënë, me emër të madh në Evropë, po karriera jote ka filluar në qytetin e Mitrovicës prej nga vjen, te Trepça. Që she kujton në fillimin e karrierës? Po, është ti e the edhe vetë, është një rrugtim i gjatë dhe edhe unë jam një lojtar që kam dalë për Kosovës, me të korrektu pak, ka fillu nga shkolla futbolle e Bardhi. Okay. Aty kam kryer domethënë gjitha moshat, më shumë se 10 vjet, kam fillu që nga 5 vjet aty, e mandej te Trepça në ligën e parë, mandej te Trepça 89. Edhe nëse këshyrim roba jam krenar që jam një prej futbollistëve që ka mujt me dal nga Kosova dhe me shkru histori ose me arrit diçka në futboll evropian. Te Trepça ki debutu e përmende me ekipin e parë, çfarë moshe? Duket që ka qenë kur kam qenë 17 vjeç. Çfarë diçka. Niso. Tani te Trepça 89 veç erdh konfirmimi, se dhe Trepça në atë ku ka qenë 89 që ka qenë pak ekip më i fortë, edhe veç se kanë fillu me të hap dyrt për me arrit aventurën e parë në Evropë, ku veç ke je shku në Gjermani te Eintracht Braunschweig. Braunschweig. Do të me dit pak gjermanisht me shqiptu, po besoj që korrekt jena. Pak e din këtë pjesë na kallëzo pak si për një djalë të ri që shka qenë kjo aventurë në Gjermani. Shumë pak përmendur. E vërtet. Po si që te isha te Trepça, atë vetë jenëm Super League, rom nga liga ne, për fakt keq, mandej kontrat nuk kisha me Trepçën, edhe si unë si vllon Ardionin na mor Trepça 89. E kalum duket vitin e parë ose në fund vitit të parë. E kalum një vet aty. Unë më duket në fund vitit të parë kam ik në Gjermani. Edhe desha të provoj diçka tjetër, din se gjithmonë kam deshur me ik jashtë, me po jetën jashtë. Edhe nëse s'boj sen në futboll bile me një vend më të mirë. Edhe mandej merr mundësia për me bo një provë në Braunschweig. Isha i ri, më duket i kom pas 17 vjet. Edhe ata më pranun, kaluva provën, i kisha do lojë miqësore me ekipin, pranun gjithçka. Po në herë pranova te ekipa e dytë, që ka qenë U23, isha 18 vjeç atëherë. Edhe fillova aty, iku gjithçka mirë, gjithçka në rregull, ka qenë një trajner më në men danez, Pedersen, edhe më ka pas shumë qef, ka qenë treneri i ekipës së parë. Edhe her pas here më ka marrë në treninge me ekipën e parë, po edhe në lojë, pa të marrë një 2-3 herë në ekip. Nuk e kam pas fatin me debutu. Debutu me ekipin e parë. Po e mojnë mend, kam qenë atëherë edhe te Kosova, unë 19, më duket, ka qenë treneri Rafet Prekazi, edhe para se tikim kishim lojë në Izrael. Treneri Pedersen më tha, shko luj për kombëtarën, kur kthehesh do debutosh. Po. Fate im, i kanë kombëtare, lujta, u ktheva treneri u shkarku. Edhe mandej erdhi një trener gjerman, edhe nuk e pota fatin, edhe mandej kalova tër pjesën e tjetër kampionatit. Te ekipa e dytë. Po edhe kur ik pak si i ri, je me ndjelet, qysh me thonë, se nuk kam qenë shumë i vendost. Edhe për me qëndrua aty se për një vet kam qenë pak i dopt se na ke shqiptarët pak mërzitën pak më shumë. Shoqëria, dini ç'sh është. Edhe mandej mas verës tjetër thash po kthehem se po m'vjen zor. Vetë nalëm edhe pak qyr aukon veta. Trajneri Smet Munishi, tash edhe ai kur ish para disa javëve ka qenë i ftuar i jon, thekë e përjetën thekë kur del pe Kosovë, sidomos ai në atë kohë kur ka dalë në fillim të viteve 90. Atëherë u kon gurbet, jo tash se më ka mirë. Jo, e përjetën thekë edhe një shok kulturor, thekë se kur shkon me çfarë kushte kena punu na, kena servit thekë kur
e sheh e ke me çfarë kushte punohet jashtë, dhe ti automatikisht shokohesh. E çdo doshta mu ndërlidh me bo paka dallimin e kushteve kur ke rri në një klub gjerman. Fillimisht se ti si i ri kur shkon, sidomos muajin e parë ti nuk menon asgjë, ti vetë menon erdha, s'jam të tu mua atje për të sen ku menu prej vogël. Edhe Braunschweig është një ekip, nuk mund me thonë që është ekip tepër e madhe në Gjermani, po është ekip e respektuar dhe konstante, sidomos në Bundesliga 2, aty është gjithmonë. Her pas herë edhe në Bundesliga. Tifoz kanë qenë çdo lojë Bundesliga 2, atëherë kur ishim ne ka qenë Bundesliga 3. Edhe çdo lojë kanë qenë tifoz 30.000 shikues në stadium edhe identitet nuk e po kësi sene si i ri. Po mandej kur filloi muji dytë, muji tretë, edhe tash i një sens pa dol kur, që po thotë kë, veç e këtë urënu, kënej familjen, shokët, edhe ti mbyte, kam jetu këtë vetë, edhe me thonë drejten ka pas ka qenë një sakrificë, se nuk e kam shpjegu kur në për media, po tash do të me folën bukën, ushqimin e këto këtë vetë, të i bo, adhen të si ri, ka pas raste, kam thirë edhe nomën me kamerë, qysh me bo këto, në më thonë, unë e menej që ky hap ka qenë shumë i rëndësishëm për mentalitetin tem. Se nëse s'kisha hek me sakrificë, nuk e kisha shfrytzu mundësinë e dytë kur të ndërtu karakterin që ta bën, domethënë hjekat ty të bojnë më kon pak më. Domethënë si aventurë të ka rrit, të ka pjek, të ka burr me 18 vjet, ëh? Shumë po, shumë ka rrit në jetën kohë edhe më ka dëmtu pak se atë të thash emocionalisht ke qenë ma i thyë me sene, po kur e menoj, pa tash pas një so vite janë 6-7 vitesh, thamë shqyqyr që më ka ndodhë, se tash jam ma kesh me në pas ndodhë kër e shku në Antwerp. Ma kesh, shumë. Po, këthejmi të ma vonë të Antwerpe. Prej Braunschweigit prapë në Gurbet, ama një Gurbet i letë këto, në Shqipni, të Skënderbeu. Po, i ka të Skënderbeu, valloj nuk e di emrin se si ka ndodhë, kush ma ka ikë për mene, po i ka të Skënderbeu, dhe aty kisha trener i Lirdojen, tani i ka verës, më duket në fund gushtit, ditën e fundit kam ikë, më duket Mercatos. Fillova mirë, lujta mirë, po pa na foka, u lëndova prap, gunin ligamentin e zgjata, edhe aty prap nuk u përshtata, e poshtë që nuk po më shkon mirë, u lëndova, ke po kur hen me një far krize mentale. Mandej në janar u ktheva prapë të Trefshat 89. Atë vet ka qenë edhe vllai hala, edhe një ndjenjë shumë e mirë me lu me vllahun, edhe u musha me jetë pak, se u ktheva te vendi ku jam, të shoqënia, familja. Edhe mandej duket kam qëndruar edhe një vit e gjysmë të Trefshat. Një vit e gjysmë të Trefshat 89. Çato domethënë ka ndodhur ai shpërthimi jot i madh. Jo vetëm jote, edhe i Mulit, Jasharit edhe i Ardianit. Amo e një gjenerat shumë e mirë, por atë ligës. E vërtet. Kanë qenë të ri, shumë i të ekipit. E vërtet, po që po thote, na 6 mujorën e parë, që shemojnë men, e kemi pasur edhe këtë sulmusin që shkoj CSKA Sofia, bravo. Bismarck. Ai ka qenë edhe në final gjezuese i krejtve aksioneve edhe një me ecë mirë, nuk ishëm në të rrezikum, po mandej ai ikën në janar, edhe nuk mujtë me mora. U bënë shumë të varur prej ati. Po. Mandej unë kom lujt sulmus nënsh, edhe kena lu me një sulmus të improvizum, edhe nashta kom bo punë të mirë, po nashta edhe jo qaq shumë, edhe po unë që shemojnë men që atë fillimin e stinorit dytë, ne fitum shumë loj, u shkëpëtëm shumë mirë, po mandej erë një farë krize, një 7 loj pa fitore. Mungesa e përvojë se Trefshat 89 gjithmonë ju ka besu talentve dhe çaj ka erë të penalizën kështu kushtimisht, me thonë se kur nuk i përvojë, shpesh lëshon ndeshje. Është e mira që nuk dalin prej filozofisë. Po ja, futbolli. Çajo është e mira. Futbollin bim prej ligës, po filozofi nuk e ndrojnë. Edhe mua më pëlqen kjo te klubet. Edhe një histori kam ja vallëzu kur kena lujt barazhin me Duhaxhinin. Domethënë jetën tem, 26 vjet i kam, alo ndeshje ma, që me thonë që njesh emocionalisht, nuk lujt se qajo, në më ndeshje a barazhit ish diçka të mërshme. Se jeta vdekje, dy po. E kumë përjetun si di pas, shpesh. Ti që është me nxes, e din që me vo me up, kime robi ligës. Si e kërku që ish? As me hongër, për besëm që atë loja ku nura 3-4,
me një Snickers edhe me një Red Bull ju hin loj, s'misha me hongër buk në mëngjes, tu menu, më mprej që thujnë gjak nuk qetë. Po se një gabim s'ka, su ne përmison ma ata. E vërtet është, ndeshjet e barazhit për një me janë për këtë lejtarët edhe për këtë tifozët janë shumë emocionuese se lejtarët e dritës më kanë tregu ata je hero edhe zero që hero të zero. Edhe shumë lehtë më bo. Po përvojat e Trepçat të non ka shërby me bo një transfer me thonë kështu kushtimisht e drita, një për skodra ma të mira në Kosovë, ku të drita mo edhe veç erdha i shpërthimi ju t'i madhë. Qyshe kujton pak këtë kohën të drita me na kallzu pak ma shumë detaje, pasi drita e dim që qatë kohë ka posë ekipin shumë të mirë, gjatë që e tregoj edhe në garat evropiane ku veç fillun lejtarët me ranë sy edhe ekipët e Kosovës më respektu, faktikisht se ish para se Ballkani me buket arritjen e madhe, drita veç i bone ato paraqitjet që ja fillun me na bu krenar pak. Shumë e vërtet. Po me thonë drejtën na e krytëm lojën e barazhit edhe me njëherë pas lojës më kanë kontaktu dhe drejtuesit e dritës e mojnë mend edhe unë tash e shishës që drita Prishtina, këto klube janë pak ma me emër në Kosovë dhe normal si futbollist ti dush me pa ku po përshtatesh ma shumë të cili futboll edhe të drita mu ka përshtat shumë edhe filozofia e trajnerit Ardian Nuhiu se ne kena lujt një futboll që shumë me tranzicione edhe unë jam vetë qasi lejtari që e pëlqej shumë tranzicionet. Fillimisht kur shkum, kena shku bashkë me Mulin, jo e dini nashta. Edhe kena pas pregaditje shumë të mirë me trenerin, çdo sa nuk konë mirë, ndjenja e mirë, ndrojnë të ambient, tash lojtë e Evropës. Edhe kur te kitan edhe një shok nga të veti, ma letë ambientush. Edhe tjetra i na mësu gjithë me kontra ekipe mes tabeles, tash shkum një ekip që pretendon për titull, po shkon në Evropë, hera parë në Evropë. Mandej erdhi debutimi me kundër Deqiqit, na lojtë edhe lojtu mirë, më thonë dytë edhe Muli, mandej të edhin që kanë tifozë dritës intelektual, shumë e dojnë futbolin, edhe e kam prit qatë sen për prej transferëve të reja. Mandej Feyenoord, edhe aty se kam një kujtim të mirë në Rotterdam, po kena lujt shumë mirë, edhe është një mëkat që kena hupat loj, ina mojt shumë mirë. Një gol tjetër i joti, do më thonë ashtë asar në sloti si shkon sot në Liverpool. I shkarku. Futbolli është interesant për që ta. Me dhonë gjdo rast gol, nuk i shkon interesant. Edhe tash kur u përshëndet me Feyenoordin, e ka përmend deklarat nga dritat e Tirana edhe luajnë e fundit që ka para se me shku Liverpool. Që kujton që ato ndeshje me Feyenoordin, jeni konë afër një befasie që nështë ndodhë një herë në disa vjetë. Shumë vërtet. Kur e morëm vesh që shurtin e kena në kundër Feyenoordit, tash pak pa lidhi me thonë veç. Njerë u gëzu. Mirë që i lunë ma ata, po kje që kina mujë e menu. Po, ta një erdë dita e lojës, edhe prap emocionit para ditës lojës, pa buk, pa sen, pa mujt me hungër, as pa flet të notën që edhin s'ke luj kur kësi loje për para, amo se kena besu që kena me mujt 0-0 me mojt rezultatin. Edhe në me jina shuku edhe na vetë. Auto që tani me shku atje, tu e di çfarë Hollander ata. E ky presidenti Valoni Murseli e kam shumë shok edhe na pat bo tha si na i gara atë ma boni tha pse bre bënëm 0-0 tash ku shkojnë atje 5 kanë me na jetë i kena nervozu. Ata janë pa gjuna heq. Po mandej ku shkum atje një deni minuta e 2-3 as se ditën minutë na patën jep gol. Dhe që është i prejnë kompë. Që të këmë thonë, pas kanë me na e pes, po e murëm lojen, ja nisë me lujtë pa frikë, 1-1, 2-1, mandej, unë e uba, 2-2 ka qenë, tani unë e uba të rasën tem, edhe tani, në ekipet të mdoja kur të hëpsh nuk të fari, me një gjysë më rast, po, normal është, a e kujton halo atë rast? Shumë e kom kujtu, bile, sa në konë Kosovë, kej qatë vitin tjetër, e kom kujtu shumë, sërë, isha në YouTube, drita, që të këtë drita Feyenoord, pa isha rastin tem, po, që me po. A ka ndiku që ajo pjesë do më dhone edhe në kampionat, se në kampionat të shpërtheve në ndeshjet e Evropës, po në kampionat
si me pasar një armënar tjetër. Po, me të thonë drejten, Sporte lëndime. po, me të thonë drejten, mas luajs me Feyenoordin, unë kam pas një ofertë për me ikë në Poloni, gjithçka ka qenë e kryme, po klubi drita nuk ka pranu për shkak se shifra e vogël ka qenë. Edhe shifra e vogël, po nashta po edhe se cili klub e ka pretendimin se drita hindi në atë vit investoi shumë për mu bë kampion. Edhe nashta din unë muli kushtë që erdhë, kush shkon i rridh në me lutëm mirë në Evropë. Po mandej kum hek shumë lëndime. Në vitin e parë me dritën se veç një vit kam nejt, çat vit se menoj që nuk e kujtoj më thonë heq në mene se s'kom lujt shumë edhe të nkunim kon lëndime. Do më thonë ajo mungesa jem mas Feyenoordit nuk ka qenë se ka qenë diçka une me klubin, po ka qenë ma shumë për lëndime. Kam pos këtë... Shumë edhe në ndirve me Gjilanin del me lëtë në sy për i lojes. Fillimisht ajo mas lojes me Feyenoordin kam mungu më do këtë 2 muj dhe kam pos një lëndim pubalgjia na e thëna në futbol ku ki dhimbje barko ta doktorve, nuk më shmira topit. Mandej u ktheva prap, mandej apet lëndim, apet pubalgjia, po kam lujt me thonë dhejtë me masa, me kohra për me lujt, e kryva sezonën e parë, që të lujt e fundit do këtë pa ta kthy si me janis në formë. Mandej e krytëm pregaditjen, janis më shkort, 2-3 loje mojnë men, erdh luja me Gjilanin, aty e këputa ligamentin e lyjes. Edhe iko sezona, vëden, këtë sezoni kom lujt dikon 10 loj, 12 loj më duket, atë sezon, edhe mandej qaj u konë këgja një moment që më ka thy, kur e kom këput ligamentin, se u buna gote, thesha 5 verës kom u morë mundësia, disha që kom u morë mundësia, se din kur je i pregadit mirë, kur shkën mirë, thu, pregaditna, po kur e këputa ligamentin, që aty pa ta konë këgja një 2-3 muj out, kështë edhe mentalisht, po edhe me kom, kum pos për mu bo operacion, duna dhe për men është doktori, ju nështë e njëf një fizioterapeuti, Arbanis Majuni. Na ju konë i vetëmi prej krejtve që më ka thonë, mësu bo operim. Mosin bresk. Mosin bresk, se me in bresk, e kësha hup dhe verën krejtë, më thonë. Edhe qatë ndeshjet e Evropës. Edhe transferën. Krejtë, a fëshet që është, edhe tani tha mosin bresk se të këthej për 2-3 muj, edhe tani çdo ditë me to, ka 5-6 orë, ka pas ditje, kena pas terapi çdo sen. Mandej unë u ktheva ka fundi i sezonës, po edhe jashtë forme, se kur po shon njëri 2 muj, nuk je vetja. Në Evropë veç e mrive formë, çato është sistemi, veç më kthej për Evropë, edhe mandej, po, si të bësh atë përgatitjen me ekip, je gjithmonë përgatitur për me me lujt, edhe ndeshjet e Evropës ta sigurun transferin e madh te Antwerpi. Qysh e kujton? Po, se për shumë që deri te transferi këgja sakrificë ka pas, sidomos që gjysën e 2 sezonit me lëndime me. Ka pas shumë, sepse kur e menoj, kthena për mas, tam njerëz një me thehen, që kjo gabimi i madh të dolejtorë që thehen kur kanë lëndime, kur nuk kanë fat. Edhe si futbollist do është gjithmonë me menu që nëse të ndodh një keqe ka me ndodh një shumë e mirë. Edhe kur lëndova one qashtot veç punësha, alas me nesha shumë, edhe pse knesha, ka pos net me lot i kum shel net, pse më ndodhi bashkë qitash, ako me mujt me lujt në Evropë, se unë disha që në Evropë me lujt në hiu, një me më besoj ke shumë për Evropë. Amon qatë kohëves më morë drita dhe e morë Castro Selmanin, ishtoj sulmust, Selmani ti veç u ktheve veç në fund. Po, edhe Kryeziu ka qenë. Po, edhe Kryeziu, Selmani Kryeziu, Ajzeraj, unë e shesha këtë sulmusin e 4 dritës. Po, seriozisht se mas një viti katastrofë me lëndime, Ajzeraj lujke top, u konë, Selmani erdhë si përforcimi ma Pilapit, Kryeziu qashto, boni shumë mirë me Arbrin, qashto i beke. Shumë e vërtet. Edhe me thonë dhejtën mu kanë afru ekipet mas verës, kur e kanë morë Selmanin edhe dolejtar tjerë, mu kanë afru ekipet e Kosovës, hajdet e naset. Edi një ekip që të ka afru i ofert me dritë, nga dritës, Gjilani. Edhe adin tash normal se cili ekip donë me përforcu edhe me kuptoj. Po unë prapë e kisha qëllimin që nuk muna me lu futbol dikon tjetër për pos dritës, se e kuptoj që shumë mirë filozofinë e trenerit në hiu. Edhe mandej krytën pregaditjen, 1 mujore ka qenë pregaditja, edhe
erdhë loja, I kishëm me lojë në Finland me Interturkun. Edhe trajneri Uhio ka pas një filozofi që deri ditën e lojës ti nuk e ke ditë apo lun as formacione. Do thonë, javën e fundit unë astë një ditë që më kom formacion. Astë një ditë, më këti ka provu Selmanin, Ajzeren, Krezion, krejt veç mumë që të kemi. Sta vesh ke pancirin, a? Shtyra, jam të në kuën, veç ishtë të poshtë. Se në me më ke mërzi, se u këthejeva, bona gjithat mund, 3-4 muj, veç të punu çdo ditë për më këthi. Po vjen dita e lojës, unë 100% I thësha mullit, se mullin e provoj ke, mu jo. E vësha mullit, se mullin e kam shumë të mirë. Më stani ti ke me lu hiun e pjesë dytë. Janë dita e lojës, unë loj mullin bangë. Këtë kontra. Këtë kontra. Edhe atë loj tani, kena hub, nuk kena pas shumë diçka, qësh me thonë, pozitive po normal, se kur lujt jashtë do të me lu pak me rezerva, se I stadion t'jashtë edhe fazë të sene. Po e mojnë men kur e na këthy, një ditë para lojës në hotel, unë murë trenerin Uhio në po më nej, kështë të din kjo conference room që është kjo, edhe e kesh pregadit një video ku kom lujt vitin e kalum kundër Feyenoordit, Deqicit, këtë moment më të mira, edhe tha këqyre, tha qëto, sens po të veç këqyre qëto. Tha, a peshe kushie, tha. Dilt e vetja, tha, peshe kushie. Që të sem, veç dilt e vetja, mos me në ma shumë dilt e vetja, edhe me qatë menim jë mbro me flejt, mas qatë në fjallëve, edhe më ndajt nesrit këndërit të Turkut, edhe në shpërthejva qatë loj, luva, ajo konë, edhe në... Shëndrove në Leo Messi. Një për love, nështë matë mirat e drita ka qenë ajo, edhe se në hiu ka dhe, unë jam tipe nacional, ka gja shumë, edhe ka ditë qysh me punu me mu, edhe qaj motivim e shpo që ke në loj, edhe ma ndaj mikë shumë mirë atë loja. Ma ndaj Antwerpi, kjo tema kryesore. Loja e por ka qenë Antwerp. Edhe aty një super befasi. Aty ka qenë, unë me thonë drejten ka qenë performance fenomenale prej neve, edhe na konë nështë ma të mirë se ata. Mënyrën që kena lu me ma shumë guxim sa me Feyenoordin, se me Feyenoordin kena lujt, po me rezerva më tut ka pak. Tani që po thot Romako, tu shku, tu I pjek. Loja por konë shumë e kontrollume, atë në pineve, kena pas kontestull me rastet mira, po unë lëndova në minutën e 85, edhe mojnë mene kam këput musklin e hamstringut. Dola nga loja, u kry loja, ikëm në hotel, gjithë shka normale për mu, edhe tash qysh tu vol prap me Arbanisin, qysh mu këthy për një javë, se unë desha që e kom këput muskulin, se vrejna, desha qysh, thejke hajde njerë, besom këna më rrit, nesër më ka mesi ditës, asë shpes kam shku direkt të Arbanisi. Në më thonë, ka qenë tajten loja, që kena lujt, tajten tjetër, loja tjetër. Unë s'kam ushtru dejtë mërkurën. 6 ditë më konë veç terapi. Sa mu I ke trenere, ma bëj ke që si e gati, mos stina. Po dhe me rreziku ma shumë. Mos stina. Jo, gati jam, se desha veç me lujt. Kësin kineziotape. Si me ndje, po. Kineziotape që kështë të thonë prej kënej kukës, dejt e guni një 5 gjarë, veç sa me mojtë komën që mos me I muskuli. Po, shumë. Edhe me nëjtë ditën e luës e mojnë men, prap në Uhio, me do fjallë, ka pas do fjallë shumë që... Ajo është si tipi urt, edhe fjallë kur ti thot... Shumë e vërtet, edhe tha në Uhio, tha djemë, tha e keni së tha mundësin me bo histori, edhe dine që këtë loje shumë njerëz, shumë agenda, shumë ekipe. Për dikën, tha, kom e konë loja është e fundit për në këtë ekip. Edhe më qërë ke mu, po, në... Ku me ditë atë momente... që I lëm drumen po, unë isha të menu për lojen, s'ma ka ruplu në qërë të në. Për dikën kom e kënë kjo loja e fundit, e sene, para pra kish ka pas biseda me drejtuesit të klubit. Po pa e dite. Unë se kom dit. Edhe qëta zhvina të ajo, inom loj, unë s'pysha me lojt. Do më thonë, nuk im konë arbënore që im konë këndër I tërturë, ose lojnë e parë këndër Antwerpit. E pajqa që s'mysha me lojt, s'mysha me bo sprint, edhe sen kërgjë, po prap,
me qatë dëshirë për me lutë, adin edhe nuk e më konë element, edhe mirë ka po në hiu që më kanë zirë më duke në minutën e 60, se nuk isha unë e vetja. Edhe ishe lëndu ma shumë. Ki rreziku ma shumë lëndu, që shumë e vërtet, po tani mandej, mbaroj loja, gjithë shka në regull, shkum të tifos e dritës mi përshëndet, unë i kisha familjartë, si me thonë që kjo stadiumi, unë i kisha familjartë që të mbrit, këtu tifos e dritës, i përshëndetëm ata, gjithë në mrena, unë i gate familjarë me bo një foto, adin me nejt, edhe tu këthy e kryetëm, po vjen presidenti Musheli, tha, haj se s'ka lidhë, thash ja, bre, adin, një me kena bo hajgore me të thash ja, bre, le, se gjëna që hopu ma 5 viti 2, haj, tha, Mustanin, tha se te ece. Ti u kvalifikove. Ti u kvalifikove. Unë, ku ece, adin, a ki menager, thash ju, Adina më tha se po të presin këta drejtues të Antwerpit. Unë adin, ja beli më zbaj gara vla, se një me hopo me sene, se ajë qështu të ngucke shumë. Qështu ma ka vëmë, e shetë muje, ku e shetët? Pa në Antwerp. Tash mu më gjeta, në tunel, tash mu më gjeta. Pasha zotin po, hajde dhe shqyqerë. Edhe mojnë men, tu hi në tunel, unë ja isha, ju bre se më zbaj gara, po, edhe, e në mrena, edhe, e zateta trenerin, Bomel. Po, vam Bomel. Edhe tha, shkoj, tha pastro, tha, dhe hajde se kena me folë diçka. Po. Një tem ma shpejt, nuk jëm pastru, se qatë 30 sekonda. E pesi është e vërtet. E por që është e vërtet, direkt kam ik mu pastru, jem dol jashtë, edhe kërë kom po të mprit Overmars edhe Van Bommel, ka qenë adin diçka që se kom besu një tem, adin edhe ata më njerën pëtën qëshje, që a bu me lëndim e pomë që komën e ki, ju kalzova qka qështek, thanë, atër ka qenë e ejte që thash, pusha tha se tonën e ki tiketën për marë në Antwerpen. Edhe adin se ti që kom thonë, okej, shijemi, edhe ju minë zhështore të kojtë. Tash, kur hina unë të kojtë, ta lejtarët ma beshin, le bre vla se hopëm kjo kone dit në Antwerp e fort, apo den të minu që më përkojnë për Tu më zdi sara. Kër u i Murseli, kjo presidenti, tha, ose ka konë që ka upo, ka konë që eci. Apo den, tani krejt u gzune, edhe për gzun mua, apo den, edhe ma ndaj që atu 4 dit, më nesha prap, mu rekuperu, që mu këthy atje fit. Po ma ndaj kur i ka, i bona examinimet, tani kisha dhe frikën që nuk po më nënshkrujnë se i lëndum. Zakonisht ekipet nuk morin kur i lëndum. Normal, ato testet me kësure i bujnë ma detajume. Testet me kësure direkt, si e kom bo testin me kësure për hamstring, edhe ju mhi, kështu me bo këtë MRI, këtë fotografimin, ka dalë që 2 muj e gjysë jam jashtë, e që tani që atë e dita thash... Po prishet. Po prishet, tani pa të orë treneri, pa të thonë, mos ki gale për këtë punë, se ne e dim kërën kena marë, e dim pëse të kena marë. Të rekuperojmë, ka dalore. Po, të rekuperojmë, si të ma ka vo që ato e këm dita den edhe tani ma ndaj erë momentin e shkrimit edhe gjithë shka ndroj, Mas krejtative, Arbner, mas krejtative, vuajtje me thonë, Tunis prej Gjermonis, Shqipnis, me 89-qin, me dritën vitin e parë, qatë vetë që e konë? A ke mendu që prap ka me tarë rendi me lujt në Evropë? Vallahin, jo, me thonë drejtën se ti si lejtarë në Kosovë do shme mendu që edhe mosha e ban pak të vetën. Unë i kisha 23 vjetë, edhe lejtarë për Kosovë zakonisht ecin në 19, 20, nuk të merë kërkosh me 23 vjetë, sa dhe i mirë më konë. Edhe qaje që ka ndodhë me mu, dhe më thonë, të morë pasysh moshën, as agent, as kur gjo, është më në thëmë gjithë vetë është dhurat prej Zotit, për këtë ato sakrificat. Për këtë ato sakrificat që i ke bo... Valoni e ka lujt agentin, a? Murseli. Valoni e ka lujt agentin. Edhe gjithë thëmë vetit, këtë sen ta ka që zote, edhe në kjo është mundësi që nuk vjen ashta 1 milion vjen kjo mundësi për dikon, edhe komplet jeta edhe me ndru me gjithë sen. Edhe gjithë mund të më kom falenderus zotit, edhe një sen e di që riskon tonë nuk e merë kërkosh, sa do që mundu është dije që kam e të një mu zote edhe kam e ta jefë. Sigurisht. Arbner, qësh u kom pritja në Antwerp të si djali i ri, apet një vend huj, po shpejt ke arrit më ambientu edhe për kundër lëndimit edhe shpejt më bo titulari pa diskutu shumë në një klub që ka nejt në pjesën e për me tabelës në Belgjik. 2 mujtë e parë jashtë plus, si këtheje direkte?
me të thonë drejtën, fillimisht me lëndim kom hos shumë problematika se desha mu këthy, edhe na shqiptar, na jena të padurimtari. Po, gutëm pak, po. Hajtë se mirë, jam po i po luj. Kom i mas 4 jave me ushtru, m'ka kopa pet. Kam sringo, tani, të ta shkoj 2 mujdet. Pritja ka qenë fenomenale. As të një lejtar, me të neglizhu, ose me thonë ti e për Kosovës, apo din se normal, ti po vjen për një shteti Plus atë mos harrojmë që lejtarët që ka lu Tottenham në Ajax si Alderweireld. Mos harro, Nainggolan. Jansen, Delight që ka lu Leicester dhe Manchester United. Në më thonë ka posë emra shumë të mëdha tu e morë tani parasysh mi ty në trenerin edhe drejtorin Çfarë legjenda. Emra legjenda për Holland. Amo që të profilin që ka Ardian Nuhio, unë e kam gjetë Van Bommel. Do më thonë, Van Bommel ka qenë mos them edhe një herë maj hapt, maj shëshnushëm se sa Nuhio. Që ditre sa i më fushu konë, i trend, më thojza. Unë e mojnë mend, edhe shumë herë me Van Bommel kom pas biseda, isha lëndum, dike merken zyre që po menon për që loj, që shkina me lujt, dike qysh me të moj ty, të knasht në ekip, edhe që kjo më ka bo shumë mirë muni në Antwerp, edhe mande jertë koha me debutu. Nuk kam pos, që me thonë, fillim të mirë se 2 muaj jashtë, edhe që me thonë, liga ndryshe, deri sa erdhë një fazë, mini fazë përgatitore, atër ka qenë Kupa e Botës, 2022. E na i këm qatë kohë, i këm një ove gjysë 2 në Dubai, qatë kohë e këm shfredzu shumë të mirë. E kom shfredzu, dhe më thonë, kejtë ekipa ushtrojke 2 herë, unë kom që 3 herë me ushtru dhe 1 herë që mu, se isha ma mropa. Isha ma mropa. Edhe dhani, loja e por, para kësaj, bo me lerdhë murë në hotel, angrëm një darka të brana hotel bashkë, veçone me të, një 2 orë kena nejtë. Dhe e pajke që po kam shumë qef, shumë dëshirë me lujt e krejt, po s'mujsha, me jep atë fryti nuk e kisha të mirë, theke qetësohu, theke, veç ka të thëmë unë e bo. Adin, theke, një hap, gjitho herë, një hap, edhe... Shkoll. Bravo, shkoll mos me në, theke... 2 shkoll, mi kalu. 2 shkoll. Edhe mande i loja e por, mas ati besede, mas ati kompi, unë im kom prap në rezervist, minutën e 10 është lëndu një lejtar, kam hi unë, ka qenë lojë për kup, e mojnë men këndër Standard Liège-it, edhe ta shfate em gol edhe asistent në qatë lojë, edhe prej që asoj lojë në më kur, edhe në rezervë nuk em konë, gjithë em konë starting 11 për ta. Se treneri Bommel më ka thonë gjithë ti ki karakteristikën se une i luftar në fush, edhe ti veç bëje që ka thëmën. Nuk thjesht edhe lufta për ekipin. Dhe më thonë, e dike se cilin lejtar që kam i nëzirë për vetës. Ke pas lejtar teknik, ke pas lejtar që s'ka ngo shumë, lejtar se une që i ka kryt 2 detyrat për para për mas, edhe qaja ka bo që une me kona din, që me thonë, të nkuën për të në starting 11. Edhe ku konë shumë shtirë me besua për mu që kam e lu çdo lojë, si do mos viti i parë që erdhë koha me u bënëm kampion, fitom kupën, super kupën, fitom ligën pas 7 viteve gati, ka qenë një histori për atë qytet. Që keni po të zite u lini dhe në gjerën e fundit, 3 gara, 3 ekipe në gara. 3 ekipe në gara. Ajo që më ndori ju. Që ajo konë, pse di, nashta... Veç ndrojke, për të veç ndrojke cila kampion. Po, na këna mujtë një avë parë se lojë mu bo kampion. Se patëm lojën shpe me Union, Royal Union. Edhe bënë të bërlog. E bënë të bërlog. 1-0 të fitu, karton të kuq ata, 1-1. Edhe tani na iku titulli pituar, se na lyshëm në Genk, Unioni lyke me Bryzhin. Bryzhi ishte jashtë garës, e na theshëm Bryzhi nuk shkan me lujt për me mujt, se Bryzhi me neve gjithmonë ka pos hasmëri, kundër njona tjetës, kemi qenë shumë. Edhe e mojnë men si sot 1-0 të Genk, anej Unioni 1-0 të fitu, dhe më thonë bëjke Unioni kampion. Minuta e pjesës para, jo pjesës 2, 60 në 1-1, Unioni halo kampion, 1-0. 2-1 Genku neve, Unioni halo kampion ane. Halo kampion. Në 10 minut, 1-1 Unioni me Bryzhin, Genku kampion. 2-1.
festojshin të gejnë këtë të në lojën. Dhe ato një 8 minuta e ngonë shtes. Festojshin të tifozat e knëshin kampione, sene 2-1 Bruges, atyne Unionit, Gengo apet kampion. E na vesh me një piku për ishim kampion tani. Një farë shuti me frustim, ashtu i Alderweireld. Pa, e kom folë me ta shumë herë, mas ati shuti, theke 100 herë me shtu që ashtu, nuk e ka. Gol 95 që shtu këndi këto. 94-33, se e mojnë në sekunda. 94-33, pa t'jep gola dhe mandej, po, qëfar pritje ka qenë në Antwerpen. Eksplodoj qyteti, eksplodoj mandej, se najna vanu se kupa u konë të uqun në Ndjan, se kupa u silë ke me helikopter. Edhe e konë të uqun në Bruxelles. Edhe helikopterin e kanë trullavë. Bravo. Kupa shke në Bruxelles të Unioni, e tani u duf na me prit kupën, në mojnë shku me autobus, prej Genkot në Antwerp i nanol me një orë, këna nejtë një, tu festu se sert Kuba, po din se tu pregatit stoza në stadion, se na pishin tifozat ton. Edhe mandej të nesër men, për të festa ka qenë, diçka... Muna me thonë mi 100.000 njerëz. Qëta, në Bruxelles. Në shesh atë në Antwerp. Edhe qëfar knatësie, adin mu bu kampion me një ekip që... Në Evropë është. Sidomos mas 70 vjetë. Mas 70 vjetë. Po mas titullit rolla për Champions League. Kush e ka me? Njerë për Supercup. Për Supercup. Tani për Champions League. Supercupën kretat. Po, trijat. Kretat me vitin e parë. Qyshe e kina pasë edhe një shkrem. Ti jeti fazi Barcelonës, në grupe fati doshi që me lujtë kundër Barçës. Shumë e vërtet. Qëfar, edhe nëndrat ma të mira, po edhe nëndrat ma të mira me lujtë kundër tyne, a kështë e mendu? E ka mojt men, ke po kur i këshyr këtu shortin e grupeve, edhe isha në Belgjik, isha në Manes, isha veç vet, edhe tu e këshyr atë shortin në ra duke Shaktari pare, a nuk e di qysh, jo Barcelona ke para, se shkujnë të ekipet, ke Shaktari, ke Shaktari, jo ke Porto, Shaktari, ata shmet grupi i Parisit me Dortmundin, edhe i Barcelonës, edhe na metëm, njënë bishtu dy dhe e kafshë. Kënej kisha qef Barcelonën, kënej koqa do ekipet mira, kënej. A nej Messi, në Paris. Bravo, nej mare krejtin kun. Edhe mandej, kur ka ra Barcelona, besëm, qëfar gëzimi kom po se adin të rritesh me që të ngjyra, e kom qyrë të në kohën, e kom supportu. Edhe mandej me orë koha me lujt, e i thesha krejt shpis, shok, të me konë në aro, mandej, adin farë gëzimi, si fmi. Po, mandej, tani erdh edhe koha me lujt, e lujnë e pora këna lujt atje, tash është mirë me debutu e krejt, po nuk mojna, nuk kam kujtim të mirë. Se adin... E si a ki bo halal, ma si e ki bazemë. Ekip, muna me thonë që ekip është shumë e fort edhe normal, na ishëm hera e parë në histori të klubit që jena hinë Champions League, edhe tash ekipet e mdoja din, janë aty të në kohën edhe, po, hupën 5-0. Po, qka t'la përshype ma shumë të Barça, cëllë lejtarë shamëll? Si cëllë ma mirë se tjetëri? Po që tash veç këthejna një skenor pak më përpara, kur ka orë koha me analizu Barçën, veç më kujtoj ke qyshe ku më qyrë Barçën të në kohën, në televizore, tash ti jetë për analizu që kemi lu kundër tyne, qëfar knatësia, vëden. E mandej, për lejtarë, mua me thonë De Jong, Frenkie De Jong ka qenë i pakafshëm. Po. Pakafshëm, nuk më ishe, në më thonë pika kryesore, referente, Barcelonës ka qenë ai, çdo aksion me to. Lyke edhe Gundogan ka lujt, Joao Felix, ama De Jong ka qenë me të filleke gjithçka. Edhe ai lejtar më ka bosh shumë përshtypje. Po mandej edhe lejtar tjerë, edhe Yamal, edhe Rafinha, ka qenë Lewandowski, emrat mëdhej, edhe ekip shumë. Kjo tash është mirë me lujnë Champions League, edhe është mirë me testu vetën, me këshyrë sa me ekipe tjera. Po dhone menoj që është mirë që në ka ndodhë që kena hu 5-0 prej Barcelonës se në ka... Ju ka këfil. Bravo, në ka qitë kom tukë se hej, ka dalë se... Champion së këdo. Ka ekipe ma të forta, se në një me Belgjik edhe fillu mirë, ta një mandej sezon
vitin tjetër fillu mirë, po mandej kur shkum Champions League e pom që duhet halo punë. Edhe po mandej mas kësaj loja me Shakhtarin, atë lojë e mojnë men, minutën e tretë ka qenë golli i parë dhe nashta s'moni më besu, po gjithë i kom thonë vetës, unë e kom e koni parë që kom jep gol për qëtë ekip. Unë e kom e koni parë, kom e një sëri. Beso me dhe qajo ka ndodhë. E ki emrin me shkronja torta. Me shkronja torta, shumë e vërtet. Edhe mandej jerdë golla parë, kësim, edhe pse hupëm lojën, prap isha i gëzum se bura një ondër realitet që prej fmi, sidomos kur e kom një himin e Champions League-ës për herë të parë, kejt trupi tërqedh, se edhe që ke një në televizor të si fëmija, po kupton, me orë koha, me lujt, është, kurse kësha menu, do më thonë, mra një viti, periode një viti, me lujt prej dritës, Ligës Kosovës, me mujt me lujt vitin tjetër në Champions League. Më pas thonë, ma heret, kisha thonë, mos bëj gorë, s'pas ke bëj gorë me kërkonë sot. Më ndodhë, qështu e karriera dhe jeta, dikon të rëzën, dikon të qanë. Largimi nga Antwerpi u konë i papritën edhe transferimit të Samsun Spori, qysh ndodhë edhe qysh po kalën të skuadra e re, pas e dim që edhe Superliga e Turqisë është një ligë kogja konkuruse, me 4 apo 5 skuadra të mëdha që zakonisht luajnë edhe në garat evropiane. Shumë e vërtet. Na tash dush me këqyr shumë në futboll edhe dush me këqyr gjithë shumë detaje. Ekipa Antwerpit është një ekip që nuk është ekip që merr lejtar dhe mban ka 4-5 vjet, apo kupton, është ekip që brenda një periudhë të shkurt i krijon lejtarët edhe don i shet. Sidomos atë Pacho tash që është në Paris lejtar shumë tjerë që edhe tash shet, domethënë është ekip që është si lloj trampoline. Po. Edhe unë i kisha, më thon drejtën, atëherë 25 vjet. Karriera jam ka filluar me 23 vjet. Ti si ne patëm llaf këtë sen, ti si lojtar futbollist, dush me kujtu që karrierën e ki shumë të shkurt. Edhe a ku mujt me prit dhe i verës, ku mujt me prit. Adin se si futbollist nuk mundesh, në sen që më ka mësu futbolli është, nuk mundesh me parashiku kur. Do të thonë nuk mundesh me thonë kam shku qëto, se jeta të bjen edhe mundësit të binë për me bo vendimet ke tjera. Edhe unë e ku menu këtë sen shumë gjatë, ka qenë gati më duket këtë muaj janar kjo ofertë, edhe kam mendu shumë gjatë, mendo, fal me... Andikoj aspekti financiar me zgjedh Turqinë. Po, edhe aspekti financiar. Tu të rrua. Për që ta po thëmë, duhesh me menu shumë e jetë, se karriera futbollistit është tepër e shkurt, edhe unë këtë vendim e kam bo, më të thonë drejten, edhe... Për tarmen, për familjen. Për familjen, edhe normal se në futbol nuk i dihet kur mund është mu lëndu, më zallat, diçka. Pa i zbulu shifrat, do më thonë, deri të vendimi për Melon Antwerpin për Samsun Sporin. A ka të bëj me pak 2 fish më të lartë, a 3 fish më të lartë? 2 ose 3. Pa ti po thumë, numra ma shumë s'kia. Jo, halo ma shumë, do më thonë 4. Po, qërë, muna me thonë që pagesat në Turki janë shumë të mira. Janë shumë të mira dhe është fati që aty paguhet në neto. Kupton? Edhe do të thonë kontratat kur negociohen në Evropë, sidomos Belgjik kur negociohen 52%. Veç brutët kanë. Kur del rroga. Unë kur i kam Belgjik për herë të parë, e pa isha brutë rrogën kur ndel ke neto çau më them njerëz të ekipit të çau vona. Edhe po, mund të them që aspekti financiar ka ndiku. Nuk jam që jam pendu për këtë televizje, sepse çdo kur do të më menu për të ardhmen e vet, familjen e vet, edhe në fillim kur kam i ka qenë pak një kohë krize për mua, sepse ndrym ambienti, ndrym kulture, ti ju dini që Turqia është pak a shumë si te ne. Jo krejt, po muna me thonë se si të na është. S'paku një mentalitet. Bravo, po, edhe ajo pak më ka ndiku në fillim mu adaptu me jetën, me shokët e ekipit, me mënyrën që treneri ka lujt atëherë, se tash e kena një trener të ri. Kurse tash jam adaptu, jam mirë me vendin ku jam atu ik mirë me ekip, jemi në vendin e tretë, edhe mendoj që Turqia është ligë ma fizike dhe ma e lartë se sa Belgjika. Mendoj që po, sepse
ti ku lun vetë e dallon. Unë kam luajtur në Belgjik, ka pas lojë që s'ka pas nevojë me bo asnjë sprint, asnjë send, diçka që edhe na mund Turqi jeton ku se cila lojë është shumë e vështirë. Arnor, unë ju më befasu me transferimin në Samsun Sports, se në 10 orë kina në helë bashkë në Gjermani. 9 orë. 9 orë, po. Në atë lojën me Shakhtarin, që luqin ata si vend, as në Hamburg. I ke refuzu dy klube shumë të respektume evropiane. Edhe ka pas shumë interesime. Po. Pse sprite deri verës pako? Po, A menojse që mundet me ndodh prap ato lëndimet edhe kjo është një aspekt shumë i mirë, përse ta po them. Duhesh mi përmend edhe emrat se është interesant se kogja klube të mira ki. Po, qëre, ka qenë verë atëherë, Po. kur kanë ardhur ato Mas vitit parë në Antwerp më njerë. ato dy ekipe kanë qenë verë edhe kur kam fol me trenerin, ka thonë që nuk e kena në plan me tek tash, sepse kena bo kampion edhe tash po këshyrëm edhe në vitin e arshëm Me të rri vlera me të rri më shumë. vlera më shumë edhe mu me iku vlera dhe në 5 milion atëherë. Edhe mandej ato dy ekipet që kanë ardhur, vazhdimisht kom pas kontakt, edhe gjatë kur u kry merkato verore, po nuk vendosa, nashta më thonë edhe u guta, ose tash mundu me thonë çka dush, Po. po Ka shku ajo. ka shku ajo që po thot. Kur ishe numrat në kontrollt edhe është pak vështirë me zgjidh sepse unë po kthena prap, karriera jam ka filluar me 23 vjet. Po. Më thonë në Kosovë ti merr pak, po nuk merr pak shumë të madhe Po. që me posat atë liri Sigurinë, për me thonë, hey, hajtë se ma vonë shkojnë në Turqi, Po. apo ose ma vonë e loni lëvizje monetare. Edhe prandaj unë kam bo këtë vendim. A është vendim i keq, a është vendim i mirë, nuk e di. Na gjithmonë do të me kqyr përpara, Po, tash është bo, edhe tash po bën një vit që kam ikë aty. Plani jem është më kthy prapë në Evropë vitin e ardhshëm, edhe me klubin gjithmonë jena në kontakt, drejtori sportiv është nga Antwerp, është turk, po jeton në Antwerp. Edhe kam shumë raporte të mira me të. Jemi në bisedime sipër, ta shohim verën tjetër e kam inshallah plan më kthy prapë në Evropë, nuk e di ku, por kam si qëllim. Bundesliga. Boll është për Turqinë. Po, bolla për Turqi, tamam për edhe nipat janë okay. Prekom edhe paket pjesën e kombëtarës. Fillimisht te grumbushat e reja e cek edhe vetë më herët që ke lute Kosova, po edhe je grumbullu te ekipi A, ndërsa tash je pjesë e kombëtarës. Pse ndodhe dhe qysh ndodhe ky ndërrimi i ekipit kombëtar? Po, me thonë drejtën, kam pas biseda dhe që me thonë intervista për këtë punë shumë, po nuk jem shprej si tash që muna më shprej, se s'kam qenë dikon live si te jo. Po, kam kalu këtë moshat e Kosova edhe jam di shumë mirë këtë për ata trenerat që më kam ftu edhe kam shumë respekt edhe sot asoj dite edhe për kryetarën e federatës Hakim Ademi kam taku disa herë, kam shumë respekt, folim pa asnjë brenga, që me thonë asnjë halla. Atëherë kam qenë te Kosova edhe ka qenë trener Allan Shires, e mojnë mend. Unë erdha nga Antwerpe, isha atëherë në Belgjik, edhe ndeshjet me Izraelin edhe Andorrën. Po, ndeshjet me Izraelin edhe Andorrën pas kanë qenë. Edhe unë pas ndeshjes me Izraelin nuk e luajta asnjë minutë, edhe unë nuk isha nervoz ose ç'më thon, nuk isha me thonë jo la unë duna me lujt. Se edhe në kombëtarë që thash është një krenari veç me kom pjesë. Po unë desha të takoj trener Allan Xhires, se nuk e kom pas mundësi me taku kur, vetëm edhe me fol me to mirë se vjen, 4 sy deri ta takoj. Ta shoh që adin që shko qefaj me luj, që ka plane, a jam pjesë e plana, adin. Edhe kjo ka qenë biseda, me thonë drejtën unë me trenerin Allan Xhires kam fol për mirë. Nuk ka pas as të një, që me thonë hatër mbetja, diçka kam fol, edhe ai ka fol për mirë. Ka fol, adin, Arbnar, jam i lumë të që je pjesë e jona, sene, edhe kur u kry biseda, nëjna ndo me respekt, me gjithë shka, nëjse trening, gjithë shka u konë në regull, apo këtën. Por mandej, kur i kam po mediat, unë nuk e di
qysh, tek, pse. Anordëm në ato përfundime. Po, kur kom po që Arnori po lyp Me lu, po lyp mbi fillimit, e unë po të them që janë 100% pa vërteta. Ato ma vonë ka thonë edhe mas largimit tonë edhe Gjeresi që tash secili ka atë drejtën versionin e vet. Ato e ka thonë edhe Gjeresi në konferencë për shtëp. Po e ka përmend edhe Bajram Shala, menaxheri i kombëtarës nga i vend ku jeti e ult. Ka thonë nuk e kum kuptu mosdurimin e Arnor Murës, që më njëherë ka lyp take me Allan Gjeresin për t'i kërku shpjegime pse s'pulon. Dhe realisht në 2 lojtë nuk e pata as 10 minutë, edhe pse veshe prej uniforme shumë të mirë me Antwerpen. Po, jo, qëre, në Evropë, se tash të kur je në Evropë, takimet me trenerin janë shumë normale. Shumë normale. Kur ty lyp trajneri takim, fol me të ku pozita jam, po dhe jo shpjegim pse s'po më shtem, po. Ku mu i mu përmisu për me lujt. Bravo, qysh ki qefti me lujt, one që se pytjesh. është shumë normale. Edhe kur kam ardhën e këtë, unë e kom bot një sens, unë që atje e bëjt një sens. Gjdo moment kur Van Bommel ka vendos më mlon në bank rezervë, unë ose më ka marrë vetë, sa i ka qenë tip trenerët ka marrë vetë edhe ka kallëzu çam duhesh këtë javë, çam duhesh javën tjetër. Apo den edhe unë i ka me çat qëllim. Unë i ka me te Allan Gjeres me çat qëllim që me ditë aden ku jam apo den, ama kur nuk i kam thonë jo unë duna me lujt, unë marr të me lujt, kërkosh se meriton para meje, këto janë 100% pa vërteta. Unë kam folë tregova me shumë mirë kuptim edhe me shumë respekt. Edhe kur e kena kry biseden ka qenë shumë mirë, nëse trajnim ka qenë gjithçka mirë, edhe mandej ti që po thu drejtori sportiv. Menaxheri, më fal. Bajram Shala, unë edhe me Bajramin në njoh edhe kom pas shumë herë kontakte. Kur kam qenë në atë Kosova unë në mosha, po aty ka qenë edhe ai, domethënë një shumë mirë edhe kur diçka kundër tij kam qenë. A shkon i shtym pe dikuja, nuk i shtym pe dikuja, nuk e di. Edhe Arnori nuk u kon pa dorimtar, kur në jetë, po Arnori nuk e lejon, kërkon mos me respektu për diçka që se ka thonë. Po, se ka. Edhe që kjo ka qenë problem më i madh jemi. Se unë nuk e kom nuk e kom zgjedh Shqipërinë veç për me i notë se diçka. Kur gjë tjetër. Kanë lëndu Po kjo fjalë. është nëse jo po çdo lejtor që nëse nuk e respekton edhe munduesh me nuk e di kush prap nuk po du milon fajtër në jetë Gjeres ose Bajramit ose diku hiç kërkuj. Por nëse dolin çështo me çto media me çto sana edhe shpifin diçka që ti s'e ke thonë edhe nuk e ke bë, kjo të lëndan. Po, sigurisht. Edhe nëse nuk i shoh Shqipënia hiç, unë nuk isha qenë i gatshëm me lut për Kosovën prapë. Shkaku fjalë. Shkaku i që ty në senën, se një herë... Dhe më thonë këto fjalë, këto shkrime kanë diku që ti me zgjedh Shqipërinë. Me shku të Shqipërinë. Qëre, Shqipënia ka... Pse Slovenia të ka kontaktu me dije... Po, Shqipënia, tash do të më konë real, Shqipënia më ka të kontaktu edhe para Kosovës. Por, unë kom folë me familje, unë i kom thonë Shqipënisë që shiko, unë jam të Kosovës, jam shqiptar i Kosovës, jam rriq të babe, babë gjesh më kanë rriq të nga që të, po du mi avo respekt shtetit tem. Se ki kalu edhe krejt grup moshat. Do më thonë, çdo sene kom kalu qëto, po du mi avo respekt në shtetin tem. Po mandej, më këthy të gjushti me të keq, që kësen. Avden edhe, shumë më ka ardhi noti se, i kom thonë, thuja jo Shqipnis, për me respektu venin tem, edhe mandej më këthy që me thonë si me të keq, po prap nuk po du me lom faj kërkan, kërsen ka ndodh, edhe vazhdon me ndodh, jo të vetëm për mu, ka dhe shumë lejtar tjerë, është tash të përdojmë i përmen, po është edhe Hoxha, është edhe Dako, edhe prap neve na bjenë më po me lejtar të Kosovës, me drejtust, kena respekt, ashtë një... A shfryzoj Slovenia me një herë do më thonë, që ato dy loj që i lëndun, hajde. Hajde, mandej në qesh shurë së më të mftu Kosova heq, edhe mandej, unë s'kam qenë i vendas prap, ndej në qeshur s'kam qenë i vendas, unë në qeshur jam bu kampion me Antwerpen, mandej Kosova s'u ka ftu heq, mas medjave, mas gjitha ty senu s'u ka ftu heq, edhe mandej, thash padim për mu këtu nuk ka sen edhe prapo thëmë nëse edhe nuk isha Shqipënia heq, unë isha menu ziso herë, a me ardhë një grumbullim tjetër ajo. Po, unë e prapë e kom thonë, janë sene që ndodhin, keq kuptime ka gjithkohon,
edhe mirë është me dal, me fol për këto për këto kuptime, edhe thashë kam taku presidentin Agim Ademi edhe kur far hatërmbetje, kur far Sigurisht, se cili shikon ato. normal. Pse i lushnjës? Kur ka ditë shumë mi nxjerr letrat e tona senet për të As se po adhe me zgjedh qytetin, jo. Po, ju thash aty në drejtuesve që në Tiranë ma ofër vjen nesër na i viz diçka me nxjerr jam Tiranë çdo ambasada. Pse di, në Lushnjë më kanë qu, i Lushnjës dola. Në lushnjë. Ke me Shqipnin ke debutu kundër Republikës Çeke, çfarë ndjeni o konë kjo, edhe atë kam metë, do më thonë peng, masi ke zhvillu 5 ndeshje që si akon pjesë e Euro 2024. Është një ndjenjë e mirë që kom debutu edhe nëse kisha debutu për Kosovën isha ndjenjë njëjtë. Po. Por, do të thonë, i konsideroj si shtëpia. Po. Edhe ndjenjë shumë e mirë, nuk më ka ra ma herët mund ndjeq ashtot, kum luko qa shumë emocione me thonë drejtin, sidomos 2 lojtë e para, sidomos edhe me Polonin në Albania, mos gabosha. Po, e dyta me Polonin. Në Albania, ndjenë shumë e mirë, edhe mandej ka ardhe koha kur e kum jep atë golin, po offside. Edhe i pa kuptim të konë, offside i pa kuptim të konë. Vija që shtot në duket. Si. Si shtet. S'kan dash me arënu po lezve. Po, mandej u kualifikum, jam konë shumë krenar që jam konë pjesë e ekipit kombëtar edhe tash si futbollist dush me vendu shumë sana. Nëse marrë me shumë edhe formën time gjatë mujve të fundit para se më bo Europiani, nuk kam qenë në formën adekuate, apo kupton? A kretë sulmus tjerë shpërthyn. Edhe unë jam lejtar që unë jam edhe njëri që jam shumë i arsyetueshëm. Edhe gjithmonë nuk e marr në vendim pa e shtjellu mirë atë vendim ose nuk e bëj veten nervoz, pa e pyet veten mirë pse qysh tek, apo kupton? Edhe kur e di trajneri Sylvinio nuk më ka përzgjedh, edhe prapë më kon. A e ke prit me një farë mënyrë që s'ki mu ftu? Vallajn me thon drejtim kon pak Ndryshim, që s'ka më ftu pse se. Shkaku i formës që edhe i formës, po edhe nuk u ftova në mars. Po. Edhe po prap normal, çdo kujt i mbet peng edhe për mos më kon aty sepse i kon këtë kualifikatorët edhe amo e kam shikuar Shqipnin edhe çdo lojë jam kon fans, domethënë pse s'kam qenë aty jam kon fans si këtë shqiptarët edhe ju kumuru këtë djemve suksese edhe është ndjenjë e mirë me kon ato, ne di, amo si futbollist gjithmonë ki mundësi tjetër. Gjithmonë do të më kthyer përpara. Edhe tash jam kthy te Shqipnia tek nëntor këtij viti, shpresoj të jem aty, du të jem aty, edhe do të më punu për me kon aty sepse kërkush nuk e ka vendin e garantuar. Kretë është forma jote. Forma secili. Ti je ai që cakton fatin tënd. Unë këtë them gjithë edhe inshallah e vazhdoj edhe të jem aty edhe kam dëshirë shumë të madhe. Okej, për fond Arnor. Mbyllu me short. Po, për kualifikimet. Anglin, Serbin, çto dy janë më kryesore se ato dy tjera. Letonia dhe Andorra. Po. Letër pak më atleta. Më atleta, duhet pikë me ato ikim. Duhet pikë me ato ikim. Ato s'duhet mi kshyr hiç. Çto dy ai ikim. S'bën me bu kalkulim. Çdo lojë 3 pikë është. Arnor vjen prej një qyteti që o Mitrovica, një qytet i ndar nga pedimi puna politikës. Keni me lujt kundër Serbisë. Që keni prit shortin edhe që i praq ato dy ndeshje. E kujtoj, një ndeshje futbolli kundër Serbisë më kujtohet 2014 Loricona. Beograd, Loricona, droni Gjitha ato edhe Po grushti Lorikut të konë. edhe normal, mendoj që ka me konë një short tepër i vështirë, pse që po thojna Latvia dhe Andorra nuk bën kur me i nënvlerësu. Sigurisht, e ka nënvlerësu Kosova një herë Andorrën edhe hedimi rezultatet. Që shka ecë, mendoj që ndeshjet du të mi morë një ka një, edhe Anglia ka me qenë ndeshje shumë e vështirë, ne edhim çfarë kombëtare ka. Tash, onën emocionale, onën politike, ne edhim që ndeshja me Serbinë është gjithçka për neve. Po, du të më konë ju vetëm na, po gjithë i bëjthire, gjithëve më konë gjak ftoftë dhe
Milonon është shumë sene. Ju du një mirë në Sport, fush, jo, në pojza. sport, po. Let fitojmë në sport, Po. jo ti rekon më shumë normal. edhe normal na kena shumë sene kundër ty, sidomos na Kosovart, edhe e kum prit mirë, nështë se kum prit mirë, po a kam qef me lujt, kam shumë qef me lujt. Po. Sepse nuk e besoj që e ndjen dikush më shumë se na Kosovart atë ndeshje. Atë nuk lunë, do më thonë, veç ti që lunë, po ti lunë me zemër, lunë me gjithçka, lunë me familjen tonë. Sidomos dikush i Mitrovicës. Sidomos dikush që e ka qytetin e ndomë. Po. Edhe unë jam i Mitrovicës, Romoko, Pecekun e Sarë, e shoh qytetin tem që ndonë një urë edhe verike, flamuri, Serbis, Edhe ki probleme, tensionet vazhdueshme. zemra dhe Po. prandaj është momenti adekuat, momenti mirë që me ketë atë mlef që e ki Në fush. me qitë në fush. Po. Domethënë, jo vetëm unë, po ketë lejtarët që janë, kushdo që lunë, kushdo që aty kam qef që me jep jo 100%, po 1,000,000% që ajo ndeshje më fitu të na. Kujtoj pak. Imagjinoj pak, po shënon nga në Beograd. Nuk e di qa me vua, me festua, mos me festua. Nuk e di. festu Me festu, normal, po. normal që do të me festu. Nëse, jo vetëm unë, po nëse një lejtar për neve shënon gol në Beograd, është problem me bo edhe gjeste Normal, se të adin të patriotike që mojnë me ndez tensione po, ato me. sepse jeni shtetu, jeni shtet armik edhe gjithmonë do thashta më do të me konë gjak ftoft. Ndryshe është kur luhet në Tiranë, jetë shtëpia jote. Po, sigurisht. Aty kam qef shumë me fitu edhe po edhe në Beograd, po ta fitojmë njerë në shtëpi tonë, Po, sigurisht. e mandej atje. Inshallah vjen edhe moment bëhet realitet ajo imagjinat. Inshallah. Amen. Inshallah, shpresojmë Kushdo që shënon është të mirë. të shpresu me dhon gollë në 2 ndeshjet, e me fitu 2 ndeshjet, e me fitu edhe grupin e më kualifiku, na të falenderojmë shumë që ke gjetë kohë me kom pjesë e podcastit Arena Yjov, edhe sukseses më të ndalshin asnjëherë. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi jam. Romak për fund të i falenderojmë, shikust edhe sponsorat, mos të harrojmë gjithsesi. Shikust të nderuar, faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit edhe Patosit, Dentfix, Lashko, Mucha Solar, Pro Transport, brendi automjeteve nga Korea, KGM Sanjon Kosova. Ne shihemi në të shtunën e ardhshme. Faleminderit shumë. Faleminderit.